përparim Roma ka thirrë asamblen për nesër në orën 15 me 6 do të kryet kjo punë, do të përfundoj mjetet me poshtë. Këto kushtet të cilat po ndodhemi, jo me dëshirën tonë, por me imponimin për i borxheve që na kanë ndërprer karburante për 1 milion euro, kompania në cilën furnizohemi me naftë, borxhe të tjera 800.000 euro për kulturë, 100.000 euro për sigurime shëndetësore, edhe borxhe të tjera për pjesë të autobusit. Ju dëshirojmë një sukses punëtorëve në ato se çfarë kanë filluar. Urime edhe për këta si duket kanë efektuar, kanë filluar me efektuar. Kryetari i Komunës Prishtinës, zoti Përparim Roma, ka thirrë asamblen për nesër në orën 15 me 6 do të kryet kjo punë, do të përfundoj mjetet me poshtë shumë. Jemi shpresojmë se do bëhet. A keni pasur ndonjë takim zotri Goshi me dikon prej qeverisë pas takimit të SN-s? Jo, pas takimit të SN-s me qeverisë s'kena pasur. Për rëndësime të ndryshme që dolin nëpër media, ato nuk e di. Me kryetarin Roma kem pasur dje takim. Edhe sot presim prapë në takim mos qeveria apo kryetari Roma diçka më na sjell në lajm të mirë. Po besoj edhe po shpresoj, po du me shpresu. Të ditë shtira, qytetarët i kanë mas batkesën të bëshme.